Gjysa janë kon jetima, kështu si kanë nejtë në shkollë. Pra janë jetima gjysma këtu. Po, gjysa fëmijëve. Gjysa ishin për aty venit, aty lokal që ja kanë, taj fshatin nga që ja kanë, edhe normal, gjysa shkoj të shpe, e kanë prindrit, ja punojshin, kishin me punu, se plot ishin farmer. Buq. Po. Buq si kanë punu. Po, edhe normal gjysat rritë aty në shkollë, e kishin edhe një vend për me flejt. Tash, keni dhënë mësim, edhe keni ble shumë materiale për mjë animu, financiarisht, fletore, çanta, e kemi patu fotografi, po plus keni ndërtu edhe një bunar. Po. A shë vërtet? Si erdh kjo ide me bo këtë vepër? Se di, tu konë ma djatë atje, tu përjetu ma shumë me ato fëmijët, në erdh ideja thamë, pse mos me mbledh dhe një donacion. A ka video regjia, apo nuk ka video? Po, okej. Kjo me Shafikin. Faleminderit regjia. Keni mbledh pare për me ndërtu atje diçka. Po. E kuj keni mbledh këtë pare dhe qysh? I kina mbledh vet. Online? I kina bo me Twint, ama